Të gjesh një vend parkimi në Tiranë gjatë ditëve të javës është mjaft e vështirë, por edhe nëse ke pak fat dhe gjen pak hapësirë, duhet të paguash për shërbimin. Por e njëjta situatë paraqitet edhe në fundjavë. Megjithëse intensiteti i makinave në qarkullim bie, sërish qytetarët duhet të paguajnë për të parkuar makinën. Por këtë herë jo administratën e Bashkisë së Tiranës, e cila këtë shërbim e ka pa pagesë në fundjavë, por disa fëmijë të cilët me këtë punë sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme për të çuar deri në fund vestet si cigaria apo edhe duke luajtur në lojrat e fatit. Në të shumtën e rasteve, ata qëndrojnë në grupe, të cilët mbrojnë njëri tjetrin në rast të konfliktimit me ndonjë person, ndërsa këtë punë e kryejnë nga më të miturit deri te më të rriturit. Por ka dhe nga ata qytetarë që nuk paguajnë pasi dinë që parkimi në fundjavë është falas, por edhe këtë veprim duhet ta mendojnë mirë, pasi këta të mitur për shumën 100 lekë mund të shkaktojnë një dëm në automjetin tuaj deri në 10 fishin e shumës së kërkuar, duke shkaktuar gërvishtje me qelës apo shpuar edhe gomat. Por nëse për qytetarët e Tiranës shuma është deri në 100 lekë, shtetat si të huaj dhe kryesisht ata nga Kosova që frekuentojnë Tiranën për fundjavë, paguajnë për këtë shërbim që është falas deri në 5 euro. Ndërkaq zonat më të preferuar nga këta të rinj janë bulevardi kryesor, zona e bllokut dhe zona pranë muzeut kombëtar. Megjithëse shpesh policia i ndalon, ata lirohen shpejt dhe kthehen në rrugë, pasi mosha e tyre i favorizon.